kush është personi i cili jep zeqat. I pari prej kushteve është që pasuria tjetë në pronën e ti të plot, tjetë parja e vetë. Jo, ja mora do filanit, ja mora do alanit, jo. Pare e cila e ka fituar, apo trashëguar, apo marrë dhurat, apo në qfar do formë të lidhshme, mirë po ajo për momentin, ajo pasuri është e ti, është pronë e tina, dhe zeqatin e jep aj që ka i numrohet prona. Nëse aj ka e vlad, ka djem, e ka vajza, e ka nipa, kush e jep zeqatin për atënve, aj që ka kur thoj njerëzit e kujtë që ke pare, e filanit, qaj filani, thirët për me dhanë zeqatin. Nëse aj filani s'jep, e ato fmi dojnë me dhanë, s'munën me dhanë. Pse? Sepse nuk e plotsojnë shartin. Cili o sharti? S'është e jotja jo. Pra duhet mu kanë plotësisht parja në pronën e njeriu. Kjo sharti i parë. Sharti i dytë, për me dhanë zeqat nga pasuria, është që pasuria tjetë nga pasurit e cila në bazë dhe në përbërjen e saj pranon mu zhvillue. Pranon mu zhvillue. Qa do më dhanë pranon mu zhvillue? Pranon mu zhvillue do më dhanë mundet mu shtua jo. Që mund ti ki pare, i ki disa dinar, apo eura, a dolar, a ari, a argent, apo ki do një materje, është hekër ajo, është ka mundësi mu kanë nga hekurt dhe dzeja dhe mineralet e qmushme, dhe ajo ka mundësi mu shtue. Qish ka mundësi mu shtu? Me nëzirë në treg blehet. Me nëzirë në treg e blejnë dikush, pra ti, qish e ka pas kimetin 10 dinari, ashton 15. Çdo pare që ka pranon, mu shtue. Pra, mundet mu ba me ta tregti. Kushti tret, që pasurijës i vendosët shart zeqati, është që ta mrije dozën e caktuar, të cilë ka caktu shëriati. Cila doza e caktuar të cilë ka caktu shëriati, për shkak se në të kaluarën, shumica e haditheve dhe fjalëve të ulemave vinë me atë që ka qenë e njohur. Shumica e zeqatit do dhonë me deve, me lop, me dele, me ari, e kështu me radhë, por se sot gjërat ka ndruhe. Mirë pa ajo e cila ka met, do më dhëmë prej kurseve ndësat matët, pasuria është ari dhe argenti, sidomos ari. Pra ari është parja me qëndrushme sot botë, dhe me ta matët vlera e të tjerave. Andaj me këta e matë, qka do të që pasuri që kije? Pasuria që i mërin